Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala alihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do flasim rreth temës Haxhi në mendimin e Imam Khomeinit. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë se Bismillahirrahmanirrahim. Shtëpia e parë që është ndërtuar për njerëzimin është ajo e ndërtuar në Bek, prej emrave të Mekës. Ajo shtëpi është e begat dhe burim udhëzimi për mbar njerëzimin. Ajeti 96 i surës Ali Imran. Meka, të nderuar dëgjues dhe shikues, është vendi i shenjtë, e cila pasqyron për kujtesën individuale dhe kolektive të muslimanëve, besnikërinë, vuajtjet dhe fatkeqësitë e mëdha me të cilat është përballur dhe ballafaqur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për disa vite me radhë, për të përhapur monoteizmin dhe për të udhëzuar njerëzit në rrugën e drejtë. Po të marrim parasysh kushtet dhe rrethanat e vështira në të cilat u dërguar profeti i nderuar, do të arrijmë të kuptojmë realitetin e përgjegjësive të mëdha që bien mbi supet tona, për të mbrojtur dhe për të përhapur këtë fe madhështore, këtë amanet të madh të Allahut të madhëruar që na e ka dërguar ne. Të gjithë ne jemi të informuar se si profeti i nderuar u përball me shijen e hidhur të emigrimit për hir të përcjelljes së mesazhit të Allahut. Ishin ata burra të mëdhenj që përballuan luftrat e egra dhe shumë të ashpra, të zhvilluara në kushte të rësisht të pabarabarta me armiqtë e tyre dhe të Islamit. Ishin ata njerëz të jashtëzakonshëm, të cilëve, përveç armiqve të tyre të drejtë për së drejtë, u duhej të përballeshin dhe me mira hipokrit që gjallonin kudo në mesin e muslimanëve. Ishin këta njerëz të pastër dhe të sinqert, që me ndihmën e Allahut të madhëruar dhe me ndihmën e vullnetëve të tyre të hekurta, kanë punuar fort për të udhëzuar të gjitha të njerëz. Gurat, dheu, pemat, shkretëtirat, malet, lagjet dhe tregjet e Mekës dëshmojnë deri në ditën e sotme përpjekjet e mëdha të profetit për të përhapur udhëzimin e krijuesit të gjithësisë. Qabja e nderuar dhe e shenjtë është simbolika e vendit të vetëm, ku shkatërrohen dhe thërmohen të gjitha format e idhujve, të idhujtarisë dhe të politeizmit. Thirrja e njësimit pra tauhidit është ngritur në atë vend të shenjtë prej profetit Ibrahim në fillim të historisë. Allahu i madhëruar na tregon kështu në Kuranin famëlar se çfarë i ka thënë të dashurit e tij Ibrahimit a.s. Se Bismillahirrahmanirrahim. Thirrni njerëzit për haxhillak. Ata do të vinë në këmbë dhe me deve prej të gjitha viseve të largta. Ajeti 27 i surës Haxh. Allahu i madhëruar thot gjithashtu në Kuranin famëlar, Bismillahirrahmanirrahim. Pastrojeni shtëpinë time pra Qaben, për atë që e vizitojnë, që rrin aty për adhurim dhe që falen duke u përkulur dhe duke u përulur. Ajeti 125 i surës Bekare. Kjo do të thot pastrim prej të gjitha formave të idhujtarisë, më në krye politeizmin. Kjo saktësohet qartësisht në krye të ajetit kuranor, ku Allahu thot, Bismillahirrahmanirrahim, ja shpallja e Allahut dhe e të dërguarit të tij, drejtuar njerëzve në ditën e Haxhit të madh. Allahu dhe i dërguari i tij shkëpusin çdo detyrim ndaj idhujtarëve. Ajeti 3 i surës Tauba. Pra qëllimi i ndërtimit të kësaj shtëpie të shenjtë është për të ngritur popujt, për t'i mësuar se si t'i nënshtrohen vetëm krijuesit të botëve dhe asnjë fuqie tjetër përveç atij, si dhe për t'i zhvilluar ata. Padyshim që adhurimi i Haxhit është një adhurim shumë dimensional. Në këtë pak reshta do të hedhim dritë
Khomenit mbi mendimin e Imam Khomeinit, Zoti qoftë i kënaqur me të, rreth haxhit. Le ta nisim me shprehjen e tij të parë, ku ai ka thënë: "Nuk ka dyshim se dimensionet morale të haxhit përfaqësojnë kapitalin kryesor të kësaj jete dhe jetës së përtejme, por jo vetëm, por dhe të përjetësisë. Janë moralet e larta ato që e afrojnë njeriu tek Allahu. E vërteta e madhe qëndron në faktin se do të dalim të falimentuar prej haxhit, për sa kohë nuk do t'i kryejmë me përpikmëri dhe me amanet të gjitha dispozitat e adhurimit të haxhit. Është detyrë të gjithë haxhinëve të nderuar që i vizitojnë vendet e shenjta, që të mësojnë sa të munden kryerjen me përpikmëri të ritualeve të këtij adhurimi të madh. Kjo është një detyrë po aq e rëndësishme që mbie mbi supet dhe mbi shpatullat e dietarëve të nderuar që i shoqërojnë besimtarët gjatë kryerjes së haxhit. Adhurimi i haxhit është pastrues i shpirtit dhe i zemrës. Të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret që kanë shkuar apo që do të shkojnë në të ardhmen për të kryer haxhin, duhet ta dinë dhe ta kenë të qartë se është prej normave të moralit dhe të fesë që gjatë ditëve të qëndrimit në ato vende të shenjta, por jo vetëm, duhet të jenë të edukuar, të sjellshëm me të gjitha krijesat e Allahut xhaleshanhu pas një dallim. Mirësjellja dhe edukata duhet t'i përfshijë të gjithë njerëzit dhe ta ngulisim mirë në mendje, sepse në ato vende nuk ka pra dallim rase, kombësie, gjuhe të folur, lokaliteti gjeografik apo ngjyre të lëkurës. Të gjithë jemi të njëjtë, të gjithë jemi veshur me ihram dhe drejtohemi drejt përullësisë së Zotit të gjithësisë. Gjithashtu Imam Khomeini ka thënë: "Vërtet, dimensioni shoqëror i haxhit nuk mund të realizohet kurrësi në rast se krijojmë boshllëqe dhe mangësi në dimensionin adhurues të tij, sepse realizimi i pasojës pa shkakun është i pamundur. Asgjë nuk mund të realizohet pa u realizuar më parë plotësimi i thirrjes Labbaik Allahumma labbaik, pra të përgjigjemi o Allah, si një thirrje e dalë prej thellësisë së shpirtit dhe zemrës së njeriut. Këto thirrje, drejtuar Allahut të madhëruar, nga thellësitë e sinqeritetit të shpirtit tonë, kanë për qëllim të ftojnë qënjen të hapësira e shenjtë e afrimitetit. Kjo është mënyra më e mirë nëpërmjet të cilës besimtari vetëdijsohet se është duke ju drejtuar krijuesit të gjithësisë me gjithë fuqinë dhe sinqeritetin e qenies së tij njerëzore. Kjo është mënyra më e mirë për të çliruar tërësinë e qenies prej formave të idhujtarisë dhe të politeizmit. Kjo është thirrja e madhe, është mënyra më e sinqertë dhe më e sigurt për të transferuar qenien dhe për të emigruar bashkë me të për tek hapësirat e afrimitetit, pasi kjo qenie është burimi i të gjithë formave të idhujtarisë dhe të politeizmit. Takimi periodik i muslimanëve në Qabën e mbekuar është tubimi shoqëror më i madh i të gjitha kohrave, në të cilin do ta kishin të pamundur ta organizonin me kaq lehtësi dhe natyrshmëri edhe shtetat më të forta të këtij globi. Nuk ka dyshim se njëri prej dimensioneve të rëndësishme të haxhit është dhe dimensioni politik i tij. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, kundër së cilës armiqtë e Islamit kanë punuar shumë dhe janë përpjekur shumë që ta fshinë, ta shuajnë, ta zbrehin dhe sa më shumë ta shkolin nga rrënjët e tij këtë si adhurim. Por fatkeqësisht propaganda e tyre ka gjetur praninë te një shtresë e gjerë e masave muslimane, pasi shumë prej tyre janë të mendimit se të udhëtosh për në haxh është një vizitë apo një udhëtim, adhurimi rutin, i lidhur me disa rituale të thata, jo gjithmonë të kuptueshme dhe hera herës shumë të vështira, që nuk kanë kurfar lidhje me interesat e muslimanëve dhe me format e bashkëpunimit dhe të bashkëveprimit midis tyre. Kjo gjë është diçka e gabuar, sepse siç e pam dhe më lart, ky adhurim është shumë dimensional, nuk ka të bëjë fare me këto fjalë, është adhurim i cili përfshin pra njeriu si qenien e tij për ta bërë atë më të mirë për veten në adhurimin ndaj Zotit të gjithësisë, por edhe ndaj shoqërisë ku ai më vonë do të kthehet tek ajo. Imami i nderuar është përpjekur vazhdimisht të sqarojë për besimtarët dhe muslimanët kuptimet e vërteta të këtij rituali të shenjtë. Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini është shprehur:
Është detyrë e të gjithë muslimanëve që mbajnë mbi supet dhe mbi zemrat e tyre interesimin për këtë fe madhështore, pra për Islamin, që të njihen, të studiojnë dhe të kuptojnë dimensionet e vërteta, mësimet dhe urtësitë e mëdha që fshihen te ky adhurim, që është kaq i madh dhe kaq i rëndësishëm. Është detyrë e të gjithë muslimanëve të ndershëm që mbartin mbi supet e tyre hallet e Islamit, që të njihen dhe të kuptojnë dimensionin politik dhe shoqëror të haxhit, sepse kjo i ndihmon ata të kryejnë adhurimin në formën dhe mënyrën më të plotë dhe më të vërtetë. Është detyrë e të gjitha atyre që të kuptojnë se një ritual kaq madhështor sa ky është diçka më shumë dhe padyshim një angazhim adhurimi që i tejkalon ushtrimet fizike dhe dimensionin turistik të ritualit. Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka porositur që zemrat tona të jenë të lidhura vetëm se me Allahun xhaleshanhu. Dhe për këtë ai ka thënë: "Të dashur dhe të shenjtë haxhin, është detyra juaj që të çlironi zemrat tuaja prej lidhjeve me gjithçka tjetër, përpos Allahut të madhëruar. Sikurse jeni të ftuar t'i zbrazni dhe t'i boshatisni zemrat tuaja prej gjithçka tjetër, përveç dashurisë për Allahun e madhëruar. Ndriçojini zemrat tuaja me dritën e bekuar të besimit, por jo vetëm edhe të adhurimeve. Kjo është e vetmja mënyrë që adhurimet dhe ritualet tuaja gjatë kryerjes së haxhit të jenë të orientuara sakt drejt Allahut të madhëruar dhe drejt fitimit të kënaqësisë së tij. Kjo është e vetmja mënyrë për të përmbushur të plot të gjitha kuptimet e haxhit të Ibrahimit, për të mbërritur më pas tek ai i Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, që jeni nisur për të kryer haxhin, jeni të lutur të hiqni dhe të pastroni qëllimet tuaja, duke e zhveshur këtë udhëtim të shenjtë për çdo lloj përfitimi të kësaj bote të ulët dhe të gënjeshtërt. Ky është rrugëtimi më i shenjtë për të Allahu i madhëruar. Ndaj, jeni të lutur të mos e komprometoni, këtë udhëtim, këtë rrugëtim për ta bërë pis atë me të tjera interesa të lidhura me përfitimet e kësaj bote. Imami i nderuar vinte theksin të sinqeriteti në kryerjen e adhurimit të haxhit, ku thoshte: "Është e ditur për të gjithë besimtarët dhe besimtaret, fakti se punët e mira dhe të gjitha adhurimet që na ka caktuar Allahu xhaleshanhu duhet të kryen për hir të Allahut të madhëruar." Pra sinqeriteti në adhurim është prej kushteve themelore të pranimit të Allahut të madhëruar. Është detyrë e të gjithë haxhinëve të nderuar që të mos i shoqërojnë Allahut shok në adhurim dhe ta kryejnë këtë ritual të shenjtë vetëm për të fituar kënaqësinë e Allahut. Ai ka thënë: "Nuk ka dyshim se haxhi është vendi më i përshtatshëm ku muslimanët nga e gjithë bota mund të njihen me njëri tjetrin, mund të njihen më nga afër me vëllezërit dhe motrat e tyre në Islam që vijnë nga lokalitete dhe vende të ndryshme të botës. Ky është një takim i mrekullueshëm ndërmjet të gjithë muslimanëve të botës, që zhvillohet në shtëpinë e madhe dhe të shenjtë në Qaben e ndritur, ku ka vend për të diskutuar dhe për trajtuar hallet, problematikat dhe shqetësimet e gjitha shoqërive islame nga e gjithë bota. Haxhi është vendi më i përshtatshëm, në të cilin mund të takohen pasuesit e fesë së pastër të Ibrahimit a.s. dhe më pas secili të kthehet në vendin e tij." Një këshill nga Imam Khomeini, ku thot: "O ju musliman të botës, le të kthehemi bashkarisht dhe të shohim gjendjen e muslimanëve në fillimet e Islamit. Edhe pse ishin të pakët në numër, ata kanë arritur të mposhtin dhe të nënshtrojnë fuqitë më të mëdha të kohës. Ata musliman, me gjithë dobësitë e tyre, kanë mundur dhe kanë arritur të ofrojnë për njerëzimin modelin e shkëlqyer të shoqërisë islame. O ju musliman dhe ju popull të shtypur të botës, bashkoni energjitë tuaja, Zati janë i dorën njëri tjetrit dhe rrugëtoni të sigurt në rrugën e Allahut të madhëruar. Kthehuni te Islami juaj dhe hidhuni në luftë kundër fuqive të errta, që kanë për synim të sundojnë dhe të poshtërojnë njerëzimin. Është detyrë juaja që të bëheni të gjithë bashkë dhe të luftoni kundër atyre që i kanë grabitur pasuritë e popujve, kanë sulmuar dinjitetin, të drejtat dhe nderin e tyre.
Allahu të nderuar dëgjues dhe shikues, inshallah na e mundësoft kryerjen e këtij adhurimi madhështor. Allahu ja pranoft haxhin besimtarëve që kanë shkuar në shtëpinë e shenjtë dhe u kthefshin në vendin e tyre, ashtu siç i lindi nëna e vet, të pastër, të lirë dhe të shkëputur nga çdo lloj gjunahi dhe mëkati. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.